Kryeson gjykatën speciale të shqiptarëve ishte një delinkuente e pa ftyrë, e pa moral, e pa karakter, e dënuar me burg në vendet fqinj dhe përdorej si sklave nga Edi Rama. Në një deklarat të fortë përpara ambienteve të SPAK, Berisha e ka cilësuar Gjokën si delikuente të pa fytyrë dhe të akuzuar Edi Ramën dhe regjimin e tij për keq përdorim të saj në funksion të kryetares së gjykatës speciale. Berisha ka kërkuar që çdo vendim i Irena Gjokës të konsiderohet i pavlefshëm, duke shtuar se ajo është përdorur për interesa të ngushta politike dhe financiare. Ndër të tjera i shkruan: Irena Gjoka me 5 mbiemra e përfolur për rishfete gjysmë milionëshe, jo në një por për disa raste, rezulton se në vitin 2005 është dënuar nga Kolegji Penal i Janinës me burg dhe gjop. Kjo monster që në vend të ruaj dënimet dhe lartësuar kryetarin e gjykatës speciale nga Edi Rama Taula Mballa dhe është keq përdorur në një shkallë ekstreme nga Altin Dumani. Nga viti 2005, viti i dënimit të saj, i cili e ka fshehur në kolektiv bën të pavlefshëm absolutisht çdo vendim të saj, në përputhje me vendimet e gjykatës së Strasburgut. Dokument zyrtar dhe me vull dhe me firmë nga gjykata e Janinës së Greqisë tregon se për këtë arsye dënon të panderën të shpallur fajtor me 3 muaj burgim dhe gjop prej 1500 euros, si dhe shpenzime gjyqësore prej 73 euro. Falsifikim pasaporta, avize, por është dënuar për falsifikim dhe është dënuar nga Kolegji Penal dhe jo administrativ. Është turpi të ulsi manjës të këtij ministri, i cili me regjistrime telefonike rezulton se përveç 500.000 eurove nga emigranti kërkon dhe çantën Louis Vuitton. Dhe emigranti i thot: "Për kë e do atë çantë? E dua për zonjën", thot. Jo, e dua në intimitet, por nuk po hy më në intimitete, tha ndër të tjera Sali Berisha.